Përshëndetje të nderuar kudo që jeni, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Assalamu alaikum, urime muaj i bekuar i Ramazanit. Uroj të kemi agjerim të lehtë, agjerim të pranueshëm, agjerim të pranuar dhe dhashtë Zoti që prej Ramazanit të dalim më të mirë se sa kur kemi hyrë në Ramazan. Dhe inshallah agjerojmë në atë mënyrë që Allahu të jetë i kënaqur me ne dhe të jetë para së gjithash i kënaqur me mënyrën të cilën ai i lartësuari Allah e pranon nga ne. Sepse abstenimi vetëm i ushqimit edhe i gjërave të cilat i kemi të ndaluara gjatë muajit të Ramazanit, gjatë agjerimit mendoj, ndoshta sipas disa transmetimeve edhe nuk mjaftojnë. Në qoftë se ne zemrën, në qoftë se ne mendjen, në qoftë se ne shikimin nuk e kemi të drejtuar në agjerim, ose ideet, ose mendimet. Ajo që dua të them diçka sot në lidhje me të ushqyerit, me të ngranit gjatë muajit të Ramazanit. Jeni dëshmitar të shumë nutricionistëve, të ashtu quajtur ekspert të ushqimit, të cilët çdo ditë po i mbushin portalet dhe çdo ditë po i mbushin në rrjetet sociale me video. Dhe tani për muajin e Ramazanit sikur kanë marrë një vrull edhe shumë më të madh, një hof më të madh, kanë një apetit të madh që popullatës ti përcjellin shumë disa mesazhe se si duhet të hanë iftar, çka duhet të hanë për iftar, çka duhet të konzumojnë për iftar, çka duhet të hanë e të pinë për syfyr. Unë kam vetëm disa fjalë për ju. Më dëgjoni ju lutem. Më dëgjoni me vëmendje. Ju sikur më shihni mua, mendoj se e kuptoni se unë i kam do vite. Dhe kam përjetuar Ramazan që para 60 viteve. Pra, kur unë jam ngritur për syfyr dhe kam dashur të jem prezent aty në familje, edhe pse kam qenë para 60 viteve shumë i vogël, nga se unë kam lindur në fillim të viteve 60. Dhe si kemi agjeruar ne, çka kemi ngrënë ne, çka duhet të ham për iftar, e çka duhet të ham për syfyr. Të nderuar, mos e vrisni mendjen, mos ju kushtoni shumë rëndësi këtyre spjegimeve, këtyre ligjëratave, këtyre mësimeve e nasihateve të këtyre të ashtu quajtur ekspert ushqimi apo nutricionista, sepse e dini çka duhet të hani për iftar, atë që e keni në shtëpi, dhe e dini çka duhet të hani e të konzumoni për syfyr, apo të pini për syfyr, atë që e keni në shtëpi, të nderuar. Dhe jeni të kënaqur nëse e keni ujë, nëse e keni bukën, nëse e keni krypën. Sepse këto edhe të parët tanë i kishin dhe më shumë se kaq. Wallahi, wallahi billahi, nuk kishin. Dhe ata kanë qenë jashtëzakonisht fukara. Kemi qenë fukara o njerëz. Kuptonja këtë. Po të thot nutricionisti për syfyr ha 3 hurma, një gotë, një pjatë të vogël me jogurt, një mollë, një frut, një diçka, një kutadijum, për iftar. Haj këte, qilli iftar, bëni iftar, prish një agjerimin për iftar me një hurmë dhe me pak tëmbël. A e dini se ne nuk e kemi ditë deri para 15 apo 10 viteve se çka janë hurmat bre? Nuk flas për ne që jemi jashtë vendlindjes, sepse
në Gjermani, në Zvicër, në Austri, në Evropë, Amerikë. Unë nuk flasë për në Arabi, se ata e kanë ushqim si ne mollët që i kemi. Por unë e flasë për vendlindjet tona që deri gjenu e kanë di qka është u hurma dhe qka janë ullit zetingat. Po ku kanë pas nënat tona, gjyshërit tanë, stër gjyshërit tanë, hurma bre, a e dini ne qka kemi ngronë, unë si i ri, dhe ne të gjeneratës sime, e ata më të vjetër mos flasim, buk me gjis, buk me djath, pite që na e kanë bo nanat, mantije, kulpite, që këto i kemi ngronë, kemi pi ujë dhe kemi agjerua, deri para ca vitesh, në Katunde nuk e kanë ditë se ka qaj të zi, të cilin mund të pish, të konzumosh, kur filluan të bëhen martesat të përzira nga qyteti në Katunde, sepse askush nga qyteti nuk shkonde të martohi në Katunde, filluan ata të qytetit të sjellin qaj në për Katunde. Dhe në to vitet e para, ata kishin siklet se ishin mësu të pinë qaj, tek shtëpijit e tyre, po kur u martuan të shtëpija e vjeherit, ata kunetër e vjere, ku e diunë qka, o, si na prishën këta me këtë modernizimin, thonin ata, në atë ko, e hurma, po qfar hurma, ore, qfar, kush e ka di qka është hurma, dhe sot qka bëhet, nutricionistët i mbushin videot në për Facebook e në për Instagram e gjithandej, me qka me spjegime e me mesaje, konzumoni hurmat se janë kështu e janë ashtu. Ore, hurmat janë bereqet, o të ndëruar, bereqet si gjdo bereqet tjetër. Ti duhet të hash atë që e ke në shtëpi, atë që ke mund të kesh për familjen tënde. Jo të gjithë ne kemi luksin të blejmë hurma, edhe ata i japën zor edhe hof edhe vrull dhe nuk e bojnë e sap, se kur flasin kështu, i lëndojnë shumë familje shqiptare, muslimane të cilët nuk kanë të ardhuna dhe nuk mund të kenë luksin të blejnë hurma, ma gjull, edhe e thonë edhe emrin, hurma Medine, hurma të profetit, ku e di qka. Mos një bre njerës, ju një hepik spari, ju nutricionist, boni pak kujdes, se ju jeni të futur në element, ose futeni në element dhe nuk e bani hesab ma gjatë spjegimit edhe qka artikuloni, edhe qka thoni. Pa thua të gjithë, e kanë mundësin bre, të blejnë hurma, të kenë ullit ati, edhe të mbushin sofrën me ku e di qka, jo bre nuk e kanë kretë kë luks. Dhe bani pak kujdes për ata njerës të cilët nuk e kanë luksin për ate, dhe mos i shenjë të roni gjërat, mos i bani të shenjta, hurma është kështu, hurma është ashtu, shëron këte, shëron ate. Fare e zes është kjo, është ajo e shëron këte, shëron ate, është e shenjt, është nga ku e di qka. Po si kur të kishtë qenë ashtu. Unë jam këtu në Zvicër, dhe të gjitha ta që janë në Zvicër, e din shumë mirë, nuk kalon vit a besoni, që mos të vinë pasanik nga shtetet arabe dhe të shërohen në Zvicër, në spitalet e Zvicës. Ka një spital në Cyri, është spitali Piramida, sa është në formë të piramidës i ndërtuar. A e dini se vetë zvicranët nuk mund të hyjnë atje. Është krejtësisht i fortifikuar, i konzervuar, i specializuar, i finansuar nga sheik, nga princa, nga pasanik, nga shtetet arabe që vinë dhe mjekohen aty. Mos të flasë në Zhenev, në Gjenev, e në Bern. Po si kur të kishtë qenë ashtu, që të na e shtojnë disa bereqete neve jetën, atëhere, pse ata njerës atje, ku rritën dhe ku kultivohen hurmat me mija vite, në krahasim
me botën tjetër, moshën mesatare e kanë shumë më të ullët. Vdekshmërinë e kanë shumë më të lartë. Bereqeta është ajo që e ka falë Zoti Bresineve, që na i ka falë specat, domatet, mollat, e ku ta di unë çka, simbas gjeografisë, simbas vendeve gjeografike, Zoti i ka krijuar bereqetet, ne mund të konzumojmë dhe duhet të konzumojmë. Atë që e kemi, ha iftar, qel iftar, e bon si fyr, me atë që e ke, i nderuar dhe e nderuar, me atë që ka mund të siguroj familja, me atë që ka mund të ketë shtëpia, dhe mos lejoni të helmoheni dhe të hyni në siklet, para së gjithash, ju lutem mos hyni në siklet, që del dhe të thot, bëre kështu, haj kështu, konzumoj këte, haj këte, do të mbaj kështu, do të mbaj ashtu. Unë e thash, ata që janë të moshave më të vjetra, e din se prindërit tanë, gjyshët tanë, estër gjyshët tanë, çka kanë pasë në për shtëpia, çka kanë konzumuar. Por, a e dini se në krahasim me sot, ata kanë agjeruar me shumicë, që nga atëherë. Dhe neve të rinjëve, neve fëmijëve na e kanë përcjell atë brez mbas brezi. Dhe e kemi kultivuar dhe vazhdojmë ta kultivojmë. Por unë mund të ha për iftar dhe mund të ha për si fyr atë që kam mund të blej, atë që kam mund të siguroj dhe atë me të cilën kam mund të furnizoj familjen time, falni, teme, si pas mundësive, jo si pas asaj që më thot dikush në televizion, që më thot dikush në YouTube, që më thot dikush në Instagram e në Facebook etc. Në qoftë se dikushi e ka arrit një nivel ekonomik, e ka një mirëqenie ekonomike, financiare, ka bollok në shtëpi, bojrëmbe, le ta boje si të doje, po nuk mund që imponoj unë atë dikuj, edhe të filloj edhe të bërtas, edhe të ligjeroj gjdo dit pa janda, gjdo dit të imbushi rjetët sociale, pa e bo hesap, se diken të lëndoj, një fukara e lëndoj, një familje të vobege të lëndoj, ajo nuk ka mundësi të shohe hurmat me gjull. Made in Iran, made in Saudi Arabian, made in Tunisian, made in Jordanian, and. Ju lutem, bani kujdes, nuk jemi të gjithë njësoj, as ekonomikisht, as financiarisht, as të socializuar njësoj. Ne mund të themi, ne mund të flasim nëse dikush na pyet dhe na drejtohet. Ku e kanë ditë babalarët tonë, çka janë hurmat dhe kur kanë shku në haq, atje i kanë ba, në Mekë. Po unë, një gjenerat e cila i takoj një brezi, e thash, të lindur në vitet të 60-ta, ore, ju lutem, ku e kemi ditë ne çka janë hurmat, bre? Ku e kemi ditë ne çka janë ullit? Kur kemi dalë në Zvicër, në për Gjermani, në për Francë, në për Evropë, në për kutadiu në Amerika, Australi. Kemi hyjë në për supermarkete dhe kemi pa se edhe gjatë dimrit në Zvicër konsumohen domatet e freskta. Unë i boj 37 vite në Zvicër. Kurën e kurës në për supermarkete nuk kanë munguar ata tër vitin, ha? E keni parasysh, 12 muaj resht. Edhe dredhza breko. Por Zvicra ka pas standard, jo pa arsye, jo rastësisht. Në Zvicër që nga vitet e 60-ta e deri sot, ata që janë migrant, janë 2 milionë gjysmë njerëz, banor të Zvicrës. Nuk kanë ardhur këtu për kot. Në Gjermani nuk kanë shku njerëzit për kot të punojnë. Kanë shku pse kanë pas ata mirëqenie, kapacitete ekonomike, konjunkturë ekonomike të zhvilluar dhe u adasht të angazhojnë fuqi punëtore dhe nga jashtë. Kur kemi dalë në këtu i kemi pa ato hurmat në për supermarkete
kemi fillu t'i blejmë dhe t'i qojmë në shtëpi, t'i konsumojmë, t'i hamë. Sot dalëm edhe lexojmë disa literatura, disa libra, i kemi pa disa hadithe të shpikura, edhe me ata bëjmë qka? Lajmë bëjmë. Ha urmën, se të shëron këte, është e shenjt, është bereqet gjeneti. Haj këtë, konsumoj farën e zezë, kush e ka ditë bete ne kush e farë e zezë? Ju lutëm, o njerëz, qoftë Maqedoni, Kosovë, Shqipni, Lugim, Presheve, se ku ta di une. Unë nuk du asken që të futët në siklet, bre. Unë nuk mund të rregulloj njerëzit, por nuk du, se edhe une nuk jo maj princi Arabis, nuk jemi ne sheika, nuk jemi ne kret kapitalista, nuk jemi ne firmasha, e kemi biznise. Flasin sikur të gjithë shqiptarët, i kanë do biznise, i kanë do supermarje, kanë do punëtor, kanë do të ardhura që u vinë se nuk e dinë edhe vetë ka u vinë, i kanë do miliona, edhe qka tani ata përdhosen, ha? Shesën portë, më falni, niftarën si firë, ore, ha atë që e ke në shtëpi, dhe ha dhe dëgjoje trupin tënë, trupi qka të lypën, ajo është mjeku më i mirë, wallahi billahi, dëgjoje trupin tënë, dëgjoje organizmin tënë, dëgjoje qka të thot, ajo në gjenja jote, qka kërkon? Kërkon qaj, jepi bre qaj, a kërkon buk, tha ata buk të reshkët, në shporet, edhe habre konsumohe, unë i kam merak i reshki vetë me bukët, edhe habre e li një buk me gjis, ha, wallahi, me gjis, ha, e na gjenoj, kërkuj ku gjo, kam punu në përpun, jo në përpun në biro, me kravat, me këmisht barë, kam punu për jashtë bre, si unë e plotbe me mija shqiptar, me miliona, dhe nuk e kanë prish Ramazanin, nuk e kanë kërku ku janë hurmat, ka mundësi s'kemi pas hiq, qka kemi ngranë, atë që e kemi pas në shtëpi, edhe njerë, atë që e ke në shtëpi, që atë konsumoje, mos hinë në siklet, ti o vla dhe ti motër e ndëruar, mos hinë në siklet, qka të thot, fute këndej dhe lëshoje këndej të dalë, në anën qeter. Le të flasin sa të duan se i kanë bado, po unë, u a ka dhonë mundësin zotit i kënë do pare, edhe janë qaldis, nuk din që ka bojnë me ligjerata, nuk din që ka bojnë me spjegime, ka plot sende për të spjeguar, ka plot gjëra për të ligjeruar, për të treguar derse në për gjami, e në për rrjete sociale. Në myti droga, në myti narkomania, në mytën kazinot, në mytën bastoret, në mytën gjërat kriminale, krimi organizuar gjithandej, janë lëshuar vetëm derse për iftare, për sifir, ha këtë, pije këtë, bane këtë, desh kështu, desh ashtu, nuk dhe ndishti jagjerimin, ore, ata babalar tanë, ata gjysh tanë, ata nanat tona, ata gjyshet tona, ore kanë korë me drapën bre, me drapën kanë korë grunë, edhe kanë agjeruar në korik dhe në gusht, 18 sahat. Ne këtu, jashtë, në Zvicër, në Gjermani, verës, e kemi agjerimin 19 sahat be, gati, parafërsisht. Po aj që agjeron, e ka mbajt e mban, nuk më mban hurma mu, më mban bindja ime për Allah. Edhe njëherë, bindja ime dhe yqja për Zot, se ti e bën njet dhe e vendos që ta agjerosh për Allah, kjo ta mba dhe kjo ta jep fuqin që ta agjerosh Ramazanin. Lini prallat dhe masalet. Dhe tani jam përdos, për çfarë arsye, më falni, për çfarë arsye jam përdos? E dini pse? Se sa më shumë që i afrohet Ramazanit dimnit, shkon ka dimni, ka ftohja, ka koha, ka moti i ftohet, ka moti i shkurta, ditët e shkurta, këta edhe më shumë derisa gjit përdosen, e në mojnë korik edhe gusht. Kush ishin ata që tani vrapojnë dhe në shesën mend kur shkojnë ato e hanë një iftare, venë, selfie, e dalen, e fotografohen, e kujdi qka une, pse i kanë 11 sahat, për të agjeruar. Po kur ishte gati 19 sahat, 18 sahat,
Shumë turp ishin këta të heshtur. Nuk bën me kështu. Nuk bën të futim në siklet njerëzit që janë fukara. Kemi fukara njerëz. Kuptojnë këtë. Unë nëse kam diçka e tjetër, nuk ka. Po ka qerë dhe që kanë edhe ma shumë. Edhe shumë ma shumë. Shikoni që ka bojnë atje në Abu Dhabi. Ose në Dubai. Ishuj artificial kanë ndërtuar, i kanë mbush me rër, me zall, edhe që ka bojnë? U kanë dalë mend, janë qaldis, janë bërë faraona bashkohor. Pse? Nuk kanë ku t'i qojnë $4. Anonën qëtër qka? Vija erore, 1000 metre, 1000 kilometre më falni, dela e gje, me mashineri ushtarake edhe t'i vret 100.000 edhe t'i ri, edhe palohash, Allahu ka thonë kështu, pejgamberi ka thonë kështu, Kurani thot kështu, ai thot kështu, ki dietar ka thonë kështu. Ore, ndale vrasjen, ndale krimin e Izraelit, ndale vrasjen e fëmijëve bre, mos më tregot ders. Se ders nuk o budall askush. Edhe një herë ta përsëris, budall sot nuk ka. E din ai çka o haram dhe çka është halal. Mos harxho ligjërat. Ta në kohës Hoxha Efendi, një saat në ders, në taravih, në gjuma, halal haram. Kusha budall që nuk e din. Mendon ti se nuk e din, ai kur e shet drogën se e elmot dikon? Nuk e din, ai se kur hin bastore, edhe i hap paret e krejt shpis, edhe kur shkon fëmijët s'kan bukë dhe s'kan veshmatje, nuk e din ai? Nuk e din ai se nuk duhet shkojnë kazino? Nuk e din ajo nana se nuk duhet bëhe kurvallok? Se ai baba nuk duhet bëhe kurvallok? Këtë nuk e din, Se kurvalloku është ndaluar, se kurvëria është ndaluar, se kamata është ndaluar, se fajgja është ndaluar, droga është ndaluar, alkoholi është ndaluar, haram. Mishi i derit është haram. Agjërimi është obligim, namazi është obligim, shahadeti është obligim, zeqati është obligim, haxhi është obligim, po jo numre për ditë. E çdo vit, se umrja nuk o hax. Umrja nuk e zavendëson haxhin. Haxhin njët, banë dhe u kry, meri paret, qoj me dikon di qeter, ti qka e bon darës më 100.000 euro. Që palo është atje, dhe nuk e din sa harxhon. A e din se spital s'ka. A e din se kur shkon ti nuk ke një infuzion, do të shkojsh ta blejsh vetë. Shikoni një qka bojnë. Izraeli vret 100.000 njërës, i vret 50.000 fëmi, dela gjë rapi dhe palohet, edhe këta krejt broritin, i futin në për Instagrame me lajka me miliona. Pse? Pse nuk jemi, s'kemi, kemi hub në logikën, ne kemi hub udhën në obor, në muslimanët. E kemi hub, ne vetëm shesëm mend, ne palohëna, ne shesëm qalëm. Po se një bona ti që shtypet pollën dhe ti thote, ndalu mos me i vra njëzit se nesër e di që ka të boj, pluhun. A da të regojnë një njarje, që ka ndohë në kohën e Harun Rashidit, kalifit Abbasit. Në atë kohë, më falni, marë pak frym. Këta kryqëzatat, që menden, edhe fillojnë barbarizmin në për vendet islame. Vrasjet, plaçkytjet, i dini, kryqëzata ka ndodhë diku 10-11. Dhe Harun Rashidi, kur e merë vesh, qka i shkruun papës, të Romës, papës, se kryqëzatat i kanë udhëheq katolikët, krishterët katolik. Edhe i thot, nëse nuk ndalen e ju, nesër më kije mu në Romë, me 100.000 kalorës. Ultimatum. 100.000 kalorës të të vitin në Romë, edhe Romën harohe. Duke e dit papa fuqin e muslimanve në shekullin 9 dhe 10, çka bon? E ndalen. Për një kohë ndalen kryqëzatat. Se nuk do të flasë, është histori tjetër. E kuptoni ju këtë? Edhe qka del nutricionisti i ashtu qutur ekspert i ushqimit, edhe nuk e bën me sa, se në mesin e muslimanve shqiptar, ka njërës të devotshëm, ka njërës besimtar, të sinqert, të drejt, të cilët agjërojnë me gjenerata,
dhe vetëm me bukë dhe me kryp a gjënon, me bukë dhe me gjis, pi uj, edhe e agjeron Ramazanin, edhe e punon tokën edhe fushën, e ushqen familjen, e furnizon familjen, po nuk është pasanik, nuk ka pare për hurma, për ullin, edhe për qalame. Andaj, ki kujdes, boj kujdes ti o zotni, kur flet ashtu, se nuk i ke këtë pasanik, ti mund dalësh edhe thush, po nuk kushtojnë ashtu kushe diqka. Ore, kushtojnë, se nuk është puna unë të ushtje vetëm një gojë timen, po unë se i kam një 3 fëmijë, 4 fëmijë, 5 fëmijë, sa më ka dhonë zoti, ku e di unë sa fëmijë ka dikush, edhe nuk ka betar dhuna. Bani be ligjerata, bani be derse, për drogë, për vrasjeve vriten me njerëzit për parking, vritet muslimani në vret për parking, shqiptarin e vret për parking. Vetëm si i ka hip menja del prej kerit, prej veturës, 2-3 veta, huligan, tegër, e marrën njerin, e shtin dikundi, e rahan, e bojnë sakat, kërkuj ku gjo. Po kjo duhet rregullohet. Organet e sigurimit, për çka janë? A për ta ruajtur sigurinë e njerëzve? Për ta organizuar jetën që të jetë njeriu i sigurt, apo për çka janë ata? Mos, ne kemi plot mangësi që nuk ja dolëm, edhe do ta pyesim vetveten ne. Me gjithë këto vite derse, me gjithë këto vite vetëm duke dhënë leksione, si nuk ndryshuam për një diçka. Kur gjë nuk ndryshuam, nuk u ndal droga, nuk u ndal hajdutllëki, nuk u ndal korrupsioni, nuk u ndalën kazinot, përkundërzi. Përpara nuk ka pas kazino, nuk ka pas bastore. Pse a duhet unë këtë ta tregoj, ose dikush na tregojë neve. Jemi dëshmitar të kohës vetë, dëshmitar okular. A kemi pas bastore? A kemi pas kazino? A kemi pas drogë? Kemi shku në shkollë rahat, kemi shku në studime rahat, kemi hi rahat në shkollë dhe kemi ardhë rahat në shtëpi. Nuk na ngucë kërkush, hajle të hecë sot, bojrën, në të hecë sot një grua vetë, një femën e bukur vetë për udhe, në vendet ku s'ka drita, në sokaket ku janë ngushta dhe pa drita, e zani thirët 50 ditë, kush i garanton siguri? Dhunime gjithandej, për dhunime gjithandej. Flit për këto, hoxha efendi, intelektual, akademik, nutricionist, ku e di çka, ore njerëz të menshëm, njerëz të akademisë, njerëz të fesë, klerik, e gjithë ju, e gjithë ne, për këtë duhet flasëm, që të ndalim të keqen bre, mos më trego halal dhe haram, se nuk jam budal. Nuk jam budal. Hajle ta futet dikush dorën në zarm. Thuj, futet dorën në prush. Se nuk e futet. Po e gjek. E din se e gjek. E bën. Që ato duhet që mbushish menden. Që mos ta boje. Që të ndalet. Mos të veproje ashtu. Kjo është poenta. Dhe të kemi kujdes. Para se gjithashtu duhet të kemi kujdes. Se kur flasim, çka flasim? Dhe ku që drejtojmë atë mesazh? Dhe kush është përmbajtja e mesazhit që e themi? Që duam ta transmetojmë të tjerët. Në qoftë se kemi arrit ne dikundi, duhet gjithnjë ta dimë se të tjerët ka shumë të tjerë që akoma nuk kanë arrit dhe ndoshta edhe nuk do të arrijnë atje ku jemi ne. Qoftë në aspekt intelektual, qoftë social, qoftë ekonomik, qoftë politik, qoftë s'di si ta them, qoftë në aspekt të kulturës, fundit. Por është obligim i yni që të shërbejmë në emrin e Zotit, duke u bë shërbetor të Zotit për të ndryshuar gjërat për të mirë, dhe për të pas kujdes, dhe për t'i thënë gjërat troq, edhe atij të cilit dikushi edhe ja ka edhe frikën, edhe respektin, por pa u bazuar në fakte
e pa u bazuar në argumente. Hani si fyr atë që e keni. Hani iftar, qelni, bani iftar, prishni Ramazanin për iftar me atë që e keni. Me atë që mund ta keni. Dhe me rëndësi është që ne me zemër e me bindje të jemi të lidhun për besimin në Zot dhe Ramazanin, agjërimin e bojmë vetëm për Zot, për Allah, dhe Allahu thot do e shpërblej robin tim ashtu si di unë, sepse Ramazani është për mua dhe unë e shpërblej për këtë. Dhe agjëroni me ato mundësit që i keni dhe kur njëherë mos haroni se ne shqiptarët kur njëherë pasanik nuk kemi qenë. Flas në përgjithësi, nuk flas për do feudal edhe begler. Ka pas edhe në kalumen feudal edhe begler, por ka pas fukara e fukara e fukara. Edhe në përgjithësi jemi popull që akoma jemi fukara në aspekt socio-ekonomik. Nëse dikush i ka egzoft, i boft mirë, nëse mund të ndaje, nëse i tepron, le të ndaje, po let mos dale, se sot rrjetet sociale e përcjellin një diçka brenda sekondave, dhe ka mundësi që ai që nuk ka, e ata që nuk kanë, të lëndohen, të ngjehen të përbuzur, të nëpërkëmbur. E kjo nuk është mirë te Allahu. Dhe për këtë nuk jemi të thirrur. Dhe me atë agjërimin ton, me namazin ton, me lutjet tona, nuk i kemi bën der as vetvetes as fesë. Nëse ka shiqerve jemi çallomxhi, jemi arrogant, e shpalosim gjithçka dhe tregojmë sa kemi, e çka kemi, e kush si na solli. Kujdes nga këto gjëra, të jemi sa ma modest, të jemi me këmbë në tokë, të ecim tokë, mos të ecim mbi mjegulla, se mbi mjegulla nuk ka ku të ndalesh. Prandaj, kujdes me hurmat, kujdes me ullinjt, kujdes me atë ushqim. I ka përmend Allahu në Kur'an, vetëm ai i madhi Zot në fund të fundit e din kuptimin absolut të tyre. As kushi që merr frymë dhe i ka di këmb, edhe flet, edhe mendon, nuk e ka mundësin për shkak se Allahu thot shumë bukur në Kur'an, nuk u kam dhënë juve përveç se pak dije. Andaj, edhe sa të mundohemi, kush e di sa të mundohemi, që gjejmë kuptimin një diçkaje, prap se prap, le të themi, Rabbi zidni ilma, o Allah, më jep dituri, ose o Allah, më shto dituri. Kështu janë lutë profetët e Zotit, të lutemi edhe ne, por të lutemi edhe të bëhemi sa më të sinqert, sa më të drejt, sa më të barabart me dikën, që edhe ai që nuk është i barabart, e që është pak më poshtë, të ngjehet edhe ai i barabart, ose ajo, ose ata. Ju përshëndes, ju uroj edhe më të qe, shëndet dhe agjërim të lehtë. Uroj që të kemi agjërim të pranuar. Uroj që ata që nuk kanë mund të agjërojnë, për çfarë do shkaqe qofshin ato. Insha Allahu Ta'ala, Zoti i madhnushëm, ja u mundson edhe atyre që të agjërojnë. Dhe inshallah të dalim nga Ramazani, më mirë se sa kur hyrëm në Ramazan. Të përfitojmë nga Ramazani në mënyrë që të ndalemi dhe të kujtojmë, sepse ndonjëherë kemi edhe kohë, jemi të preokupuar me iftare me syfyr, dhe atë kohën
në mes iftarit e syfyrit, inshallah ta shfrytëzojmë që edhe të mësojmë diçka, po pse jo edhe të thellohemi pak në mendime dhe të korrigjohemi që nga Ramazani ose edhe gjatë Ramazanit tani të bëhemi më të mirë se që ishim në hyrje të Ramazanit. Ju përshëndes. Selamu alejkum.